Në një postim të fundit në Facebook, opinionisti Olti Curri ka hedhur një deklaratë që ka ngjallur diskutime të shumta në opinionin publik. Sipas tij, kryeministri Edi Rama po mendon emrin e Arbër Hajdarit si kandidat i Partisë Socialiste për zgjedhjet e ardhshme në Bashkinë e Tiranës. Ky lajm ka qarkulluar edhe më parë në rrjetet sociale, gjë që tregon se themeluesi i organizatës Fundjavë Ndryshe ndoshta e ka fituar prej kohësh vëmendjen e kryeministrit. Arbër Hajdari ka një profil publik të spikatur, fal aktiviteteve të tij në ndihmë të shtresave në nevojë. Ai është përfshirë edhe në emisionin Big Brother VIP si opinionist, duke shtuar më tej praninë në media. Emri i tij nuk është përmendur më parë si pjesë e ndonjë strukture politike. Në mungesë të një konfirmimi zyrtar nga Partia Socialiste apo vetë Arbri, këto për momentin mbeten vetëm spekulime, por me siguri që do të jenë pjesë e diskutimeve të nxehta politike në muajt në vijim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.